Pa dyshim që gratë gjykohen më shumë. Unë e ceka edhe në fillim që kur një grua është e suksesshme në karrierë, sigurisht që kanë me thonë që familja është largu nga familja, ndërsa kur një burrë është i suksesshëm, ai është ambicioz. Kjo është teza imja. Mirë po kthehemi te ajo thënia që pas çdo burrit suksesshëm qëndron një gruaja zonja. Kështu që kjo padyshim që ekziston, mirë po unë nuk mendoj, është mendimi im se ne mos t'i përgjithsojmë gjanat se ka raste të ndryshme, ne po flasim këtu për një familje ku të kompletuar, me një burr, një grua dhe gjithçka e kompletuar, gjithçka në rregull. Në profesionin që ushtroj, ka do të thotë familje ku ndoshta prania është më e dëmshme për një fëmijë. Kemi shumë raste të tilla. Prania e prindit është e dëmshme. Sepse nuk mjafton veç me qenë prind. Ti duhesh të jesh i përmbushur, i plotësuar për t'i dhënë atij shembullin që duhet ta ndjek. Nuk mjafton veç prezenca 8 orë apo 24 orë. Nëse je 24 orë, po je i dënshëm çka ke me prodhu, çfarë shembulli kemi i dhënë atij fëmisë. Do thotë, unë mendoj që gratë paragjykohen më shumë për shkak të mendësisë që ka qenë më herët, fatmirësisht nuk është siç ka qenë më herët, sepse edhe burrat kur gratë kanë suksesshme, unë mendoj që krenohen, nuk mund t'i përgjithsojmë gjithat. Unë mua më rastis të dalë në trajnime të ndryshme edhe jashtë vendit. E di një rast vitin 2024 e kam fituar një çmim ndërkombëtar që më shumë ju ka gëzuar atij suksesi edhe është mburr me të bashkëshorti im se sa ndoshta vetë unë, sepse një grua e suksesshme është pasqyrë e burrit. Sepse tregon që ti ke mbështet atë në rrugtimin e saj. Nuk e qen pengesë, sepse folëm më herët tham sakrifikohet. Pse duhet sakrifikohet kur mund të mbështetet? Nuk është e nevojshme të sakrifikohet, ai duhet mbështetet. Dhe pasqyra, karriera e saj është pasqyra